Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Çaji i kamomilit, duke e përgatitur në këtë mënyrë, ul kolesterolin dhe sheqerin në gjak. Rruga drejt jetëgjatësisë është e pasigurt, sëmundjet kronike fshihen në çdo cep të shëndetit. Kërcënimi më i madh janë sëmundjet e zemrës, shkaku kryesor më i madh i humbjeve të jetës në mbar globin. Megjithatë, ju mund të ngrini një pengesë kundër sëmundjeve të zemrës duke marrë vendime të shëndetshme në dietën tuaj. Një rishikim i ri kërkimor i kryer nga paneli këshillues i çajit TAP paraqet një rast të fortë për pirjen e çajit gjerman të kamomilit. Kamomili gjerman është një çaj bimor popullor i bërë nga lulet e kamomilit vendas në Europën jugore dhe atë lindore. Rishikimi i ri i kërkimit TAP zbuloi se çaji i kamomilit gjerman krenohet me disa përfitime shëndetësore që reduktojnë rrezikun e sëmundjeve në zemër. Rishikimi arriti në përfundimin se mund të ulë ndjeshëm kolesterolin dhe të ndihmojë në përmirësimin e niveleve të glukozës, insulinës dhe lipideve në gjak. Kjo është e rëndësishme sepse nivelet e larta të kolesterolit dhe glukozës, pra sheqeri në gjak, janë të dyja pararendës të sëmundjeve të zemrës. Zbulimi doli nga një përmbledhje e cila kërkoi të vlerësonte 3 çajra bimor: kamomilin gjerman, trëndafilin dhe menten, me ndihmën e tyre në probleme shëndetësore me rëndësi për gratë. Rishikimi identifikoi prova të kontrolluara të rastësishme RCT nga një bazë e madhe të dhënave ndërkombëtare në punën kërkimore të rishikuar nga kolegët. RCT cakton rastësinë e pjesëmarrësve në një grup eksperimental ose një grup kontrolli për të testuar një ilaç specifik, trajtimi ose ndërhyrje tjetër. Provat u identifikuan me përdorimin e termave specifik të kërkimeve si çaj, infuzion kamomili. Për shkak se ne donin të vlerësonin mekanizmat e veprimit, në fakt ne arritëm në përfundimin se ne identifikuam gjithashtu studime të çajrave dhe ekstrakteve të çajit të kryera në laboratore, shpjegoi Dr. Gil Jenkins, mjek i përgjithshëm, bashkautor i studimit dhe këshilltar i ftuar në TAP. Studime të tilla vërtet mund të tregojnë se si çajrat dhe përbërësit e tyre mund t'japin përfitime dhe e rendisin çajin e kamomilit si një nga produktet më të mira ushqyese që duhet të jetë pjesë e pandare dietës suaj edhe kundër problemeve të kolesterolit dhe sheqerit në gjak. Çaji i kamomilit është të përdorur prej kohësh në trajtimin e pagjumësisë, por ulëntimet tregojnë se kjo bimë shumë e dobishme gjithashtu ndihmon në zbutjen e ndjenjave të ankthit dhe është e mirë për ruajtjen e shëndetit të kockave. Kur pini një filxhan çaj kamomili pas darke, mund të ndiheni më të relaksuar dhe gati për të fjetur, por nuk është vetëm lëngu i ngrohtë aromatik që ju qetëson. Kamomili ka veti që ndihmon në përmirësimin e cilësisë së gjumit dhe të humorit, në mbështetjen e shëndetit të kockave dhe lehtësimin e dhimbjeve. Ai ndihmon gjithashtu edhe kundër problemeve të pagjumësisë. Çaji i kamomilit është të përdorur prej kohësh në trajtimin e pagjumësisë. Kjo për shkak se kamomili përmban apigenin, e cila është një flavonoid. Flavonoidet janë kimikate që u japin bimëve ngjyrën dhe bollokun antioksidantëve dhe ndihmojnë trupin të luftojë toksinat. Ruan shëndetin e kockave. Çaji i kamomilit është i mirë për shëndetin e kockave sepse flavonoidet në kamomil ndihmojnë kockat të riparohen dhe të rriten. Gjithashtu, kamomili mund të ndihmojë në rregullimin e aktiviteteve të shëndetshme dhe ndërtimit të kockave. Ky zbulim mund të jetë veçanërisht i rëndësishëm për gratë që janë të prirura ndaj osteoporozës ose në menopauzë, në reduktimin e estrogjenit dhe humbjen kockore. Kamomili do të lehtësojë gjithashtu dhimbjet menstruale. Deri në 93% e grave mund të përjetojnë dhimbje menstruale gjatë jetës së tyre, dhe çaji i kamomilit mund të jetë një nga zgjidhjet më të mira për këtë problem. Pijet e ngrohta dhe qetësuese mund të lehtësojnë dhimbjen. Megjithatë, kamomili është i mirë sepse sinenergjiku dhe barishtet e tjera kanë efekte antispazmatike. Struktura kimike e kamomilit përmban aminoacide që lehtësojnë edhe relaksimin tuaj. Ato ndihmojnë në lehtësimin e ankthit. Kamomili është i mirë për ankthin kryesisht për shkak të efekteve të tij në simptomat të gjendjes, duke përmirësuar gjumin, duke relaksuar muskujt, duke ulur presionin e gjakut dhe duke mundësuar një gjendje relaksi.
Ju mund të reduktoni simptomat të ankthis si pagjumësia dhe nervozizmi dhe të lehtësoni gjithashtu njësër komplikacionesh të tjera. Çaji kamomili zakonisht përdoren në çrregullime të tretjes, i arritimin e syve ose me qëllim në relaksim kur jeni të stresuar. Megjithatë, këto nuk janë efektet e vetme pozitive të kësaj bime shëruese. Kamomili përmban antioksidant që forcojnë imunitetin dhe lehtësojnë procesin inflamator dhe ndihmojnë në dhimbje të organizmit. Gjithashtu, çaji kamomilit jo vetëm që qetëson, por edhe ndihmon me pagjumësinë, por edhe aroma e vajit esencial nga kjo bimë ndihmon gjatë ankthit dhe përmirëson gjendjen shpirtërore. Falë flavonoideve që ai përmban, kamomili vepron si një element i mirë për shëndetin kardiovaskular dhe rekomandohet të pihet 1 deri në 2 gota çaj në ditë. Kamomili i qetëson dhimbjet dhe ngërçet e zorëve dhe relakson muskujt në bark, kështu që ndihmon edhe gjatë aparatit tretjes së dobët, të përzierave dhe të vjellave. Me konsumin e çajit të kamomilit, qetësohet edhe mishi inflamuar i dhëmbëve, ndërsa është i shkëlqyer edhe për shërimin e afteve. Një gotë çaj kamomili në ditë mundëson para së gjithash një gjumë më të qetë. Është një parandalim i mirë kundër shumë komplikacioneve dhe mund të lehtësojë gjithashtu edhe problemet tuaja të humorit. Çaji i kamomilit mund të jetë një nga zgjidhjet më të mira për shëndetin tuaj. Prandaj, edhe ekspertët e këshillojnë në pjesë të rëndësishme të dietave të përditshme. Ai do të përmirësojë sistemin tuaj tretës. Që të keni shëndet më të mirë, tretja e duhur është një proces vendimtar i trupit. Kamomili besohet të jetë efektiv në promovimin e përmirësimit të tretjes pasi zvogëlon rrezikun e problemeve gastrointestinale. Kjo për shkak se është një antispazmatik që do të thotë se çaji kamomili ndihmon në reflukset e acidit. Disa studime kanë treguar se mund të parandalojë ulçërën e stomakut, duke parandaluar rritjen e bakterieve që kontribuon në zhvillimin e ulçërave. Kamomili gjithashtu mund të zvogëlojë aciditetin në stomakut dhe të qetësojë stomakun për të shmangur sëmundjet si diarrea, gazra dhe të përzierat. Të gjitha këto veti të kamomilit mund të jenë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë edhe për organizmin, duke ofruar edhe një përmirësim në kontrollin e sheqerit në gjak. Çaji i kamomilit mund të ulë nivelin e sheqerit në gjak sepse përmban komponent që nxisin edhe paksimin e lëshimit të enzimave tretëse dhe karbohidrateve për të prodhuar sheqer. Nivelet e ngritura kronike të sheqerit në gjak mund të dëmtojnë qelizat e pankreasit, por çaji i kamomilit mund të ndihmojë në parandalimin e dëmtimit për shkak të vetive të tij antiinflamatore. Çaji i kamomilit mund të jetë një pije e shkëlqyer për ata me diabetin e tipit 2, citon dhe Elsai. Mund të ndihmojë gjithashtu në parandalimin e rritjes së sheqerit pas ngrënies kur konsumohet bashkë me një vakt. Ai mund të lehtësojë stresin dhe t'ju ndihmojë të flini më mirë. Nëse luftoni me stresin ose ankthin, çaji i kamomilit mund t'ju ndihmojë potencialisht. Kamomili përmban apigenin e cila tregon efektin e vet të ngjashëm me elementët të ilaçeve kundër ankthit. Antioksidantët në kamomil kanë tendencën të nxisin edhe përgjumjen dhe duke marrë çaj kamomili ju mund të përmirësoni cilësinë e përgjithshme të gjumit tuaj. Ai mund të përmirësojë gjithashtu edhe funksionet e zemrës. Një zemër e shëndetshme përkthehet në funksione optimale të gjitha funksioneve të tjera të trupit. Është me të vërtetë thelbësore në shëndetin e përgjithshëm. A i dini se çaji i kamomilit mund të ndihmojë në përmirësimin e ndjeshëm të funksioneve të zemrës. Kamomili përmban antioksidantë të veçantë, flavonoide që ulin ndjeshëm kolesterolin dhe presionin e gjakut duke çuar në një zemër të shëndetshme. Siç u përmend edhe më herët, veti të qetësuese të kamomilit ulin stresin dhe ankthin. Çaji i kamomilit mund të ketë shumë përfitime për organizmin tuaj dhe nëse merrni medikamente të caktuara, duhet të konsultoheni me mjekun përpara përdorimit të tij. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos u zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.